تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dje si që e patë dhe dëgju të fillum sura Jusuf, dhe mrinëm deri aty do më thonë ku u vërtetu pafajësia Jusufit alayhi salatu wassalam, dhe sa ishte plotësisht i pafajshëm ndaj akuzës që ja bëri do më thonë atit gruaja e ministrit të Egjiptit. Dhe burgu ishte për Jusufin alayhi salatu wassalam më i dashur, se sa do më thonë në një vepër e tillë të pamoralshme dhe të paturpshme, dhe po ashtu edhe tradhti ndaj atij zotriut që e pranoi në shtëpinë e tij, e mikpriti, u sill mirë, me butësi, me mëshirë, edhe një gjë e tillë më ndodh, prandaj i lutesh Allahut subhanahu wa taala që ta largojnë nga këtë sprovë. Por, siç u pa, do më thonë se lajmi u përhap në Egjipt. E morën vesh njerëzit, e morën vesh gratë, dhe gratë i përhapin këto llafe edhe më shumë, edhe kështu vendosën, si na tregon Allahu subhanahu wa taala, vendosën që ta burgosin Jusufin alayhi salatu wassalam. Dhe thot Allahu Ta'ala, thumma bada lahum min ba'di ma ra'u al-ayat la yasjunannahu hatta hin. Do më thonë, pastaj, kur i pan ato argumentet të qarta, se Jusufi alayhi salatu wassalam ishte i pafajshëm, vendosën e pan të arsyeshme ta burgosin Jusufin alayhi salatu wassalam. Dhe thot Sheikh Abdurrahman Es-Saadi rahimahullah se shkaku ose urtësia ka qenë aty, se kanë mendu dhe kanë shpresu, nëse Jusufi alayhi salatu wassalam largohet nga sytë e njerëzve, do më thonë njerëzit nuk do e shohin Jusufin alayhi salatu wassalam, dhe një gjë e tillë do harohet. Edhe pas ajo afat të caktuar, kur muhabeti do shuhet, do harohet, atëherë do më thonë para ta nxjerrin, se ata e dishin, edhe vetë ai zotria, ministri i Egjiptit ishte i vetëdijshëm, do më thonë për pafajësinë e Jusufit alayhi salatu wassalam dhe për moralin e tij, për nderin e tij kështu me radhë. Por që të shuhet ky muhabet, siç e thotë edhe Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah, ishte do më thonë për maslaha. Maslaha do më thonë për familjen e ministrit të Egjiptit, që mos të rritet ky muhabet edhe më shumë, Pastaj, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra, wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu. Nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka min al-muhsinin. Do më thonë, bashkë me Jusufin, në dhomën e burgut, ishin edhe dy djelmosha. U burgosën do më thonë bashkë me Jusufin alayhi salatu wassalam. Dhe secili prej atyve dyve pa ka një ëndër. Njëri kishte pa ëndrën, do më thonë se si tu e shtrydh verën. E tjetri pa ëndër, do më thonë se mban buk mbi kokën e tij, të kuhanin do më thonë shpendët prej saj. Atëherë i kërkuan Jusufit alayhi salatu wassalam tu a shpjegojnë ëndrën, sepse i than inna naraka min al-muhsinin, ne të shohim ty do më thonë si je prej njerëzve bamirës. I je do më thonë bamirës ndaj krijesave. Sepse thot Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah, Jusufi alayhi salatu wassalam u bo i njohur
në mesin e të burgosve, për bujarinë e tij, për besnikërinë e tij, për ndershmërinë e tij, për thënien e të vërtetës dhe sjelljes së mirë dhe bamirësinë dhe vizitës e të smurve. Do të shkoni këto të gjitha morale të larta të Islamit, Jusufi alayhi salatu wassalam nuk e pengoi me i zbatu edhe në burg. Nuk e kapi depresioni. Nuk e kapi depresioni edhe të hupet aty. Edhe këto morale, do të thonë që janë të larta, bamirësia, bujaria, besnikëria e kështu me radhë. Po nëse kena lishu radion duket. Ose lishojmë më mirë, po. Do më thonë të gjitha këto morale të larta të Islamit, Jusufi alayhi salatu wassalam i zbatonte edhe në burg. Edhe në burg. Prandaj si pasojë të kësaj, të burgosurit, e sidomos këto dy djelmosha, kishin përshtypje të jashtëzakonshme për Jusufin alayhi salatu wassalam se i pan këto morale të larta. Dhe nuk ka dyshim. Dhe nuk është për me në ardhë çudi që ky burr, Jusufi alayhi salatu wassalam, me i pas këto morale të larta, që u edukua nga Jakubi alayhi salatu wassalam, i cili u edukua nga Ishaqu alayhi salatu wassalam, i cili u edukua nga Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Prandaj, vazhdoj bamirësinë e tij. Vazhdoj, do më thonë, me shfaq Islamin edhe në kohën e burgut. Edhe pse ishte ajo padrejtësi burgosja. Nuk merreshte me atë çështje, se ishte realitet mo. Atëherë, do më thonë, merreshte me çështjen e që më u bë davet njerëzve edhe me veprat. Që kjo është shumë e rëndësishme, do më thonë, që njeriu të bëjnë, do më thonë, në davet të tjerëve, do më thonë, edhe me veprat e tij, edhe, do më thonë, me veprat e tij. Atëherë, kur Allahu subhanahu wa ta'ala ja pregaditi Jusufit alayhi salatu wassalam këto sende dhe që këto dy djelmoshat i shohin ato dy ëndra, edhe kishin dashuri, edhe thot Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah, se këto dy djelmosha i than Jusufit alayhi salatu wassalam, kemi dashuri të madhe për ty, si pasojë të bamirësisë dhe mirësisë dhe mirësjelljes ndaj neve. Thot Sheikh Ahmed Shakir se është përmend dhe u ka thënë Jusufi alayhi salatu wassalam, nga të gjithë që më kanë dashur, më është shkaktuar dëm. Mdeshti babai jem, ma shumë se vëllezërit e mi, e pasova atë që u hodha në thellësinë e pusit. U dashurua gruaja e ministrit të Egjiptit dhe si pasojë të kësaj mbarova në burg këtu. Prandaj nuk e di çka më pritet mu tash edhe prej juve, si pasojë të dashurisë suaj ndaj meje. Atëherë Jusufi alayhi salatu wassalam e gjeti shancën, e gjeti momentin më të mirë dhe më të përshtatshëm që me i thras këto dy djelmosha në tauhid, që ta veçojnë Allahun subhanahu wa ta'ala me adhurim. Që ta veçojnë Allahun subhanahu wa ta'ala me adhurim. Dhe u ka thënë, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa naba'tukuma bi ta'wilihi. Do më thonë, para se t'u vjen buka, në atë kohën të caktuar që e kanë pas shpërndarjen e bukës, për vetëm se une do u shpjegoj juve ëndrat e tuaja. Qabla an ya'tikuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi. Kjo dije që unë e posedoj për këtë çështje, që t'i shpjegoj ëndrat, dhe gjithë dijen që keni pa ju te une, dhe këto mirësi dhe këto morale, i kam unë nga mirësia Allahut subhanahu wa ta'ala ndaj meje. Nuk është një gjë që unë e kam fitu për shkak kompetencave të mia dhe mençurisë sime. Por është, do më thonë, ajo që kam mësuar mu, Zoti jem Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe u thot, inni taraktu millete qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Unë e kam braktisur fejan e një popullit që nuk besojnë Allahun subhanahu wa ta'ala e as në ditën e gjykimit.
Vallë, a thuhet se Jusufi alayhi salatu wasalam ka pas një fe tjetër pos fesë të Ibrahimit alayhi salatu wasalam, që me thon inni taraktu në lash e braktisa. Prandaj jo ti kuptojsh çështjet si ke kuptuar ti, sipas kuptimit tënd, ose sipas kuptimit tënd. Kuptoj çështjet siç janë në realitetin e tyre dhe siç e kanë shpjeguar dietarët e mëdhej. Ktu thot Shejhu i Madh, dietari i madh i tefsirit Sheikh Abdulrahman Es-Saadi, kjo fjala taraka e kam braktisur, e kam lënë, përdoret për dy çështje, ose në dy mënyra. Mënyra e parë është kur njeriu ka qenë brenda në një send edhe thot e lash, e braktisa, taraktu. Dhe përdoret, thot Sheikh Abdulrahman Es-Saadi rahimahullah, po ashtu për diçka që njeriu as nuk ka qenë brenda, po fillimisht domethënë nga fillim e ka braktis dhe e ka mohu dhe është largu prej kësaj. Do të thonë as nuk ka qenë brenda. Nuk ka qenë në fenë domethënë e idhujtarëve, po ka qenë gjithmonë në fenë e monoteizmit, në fenë e tauhidit, që nga fillim domethënë e kanë pas braktisur këtë fe. Fenë domethënë e gabuar dhe e kot, se vetmja fe që pranohet domethënë është feja e Allahut subhanahu wa taala, Islami. Prandaj thotë unë kam lënë atë fenë domethënë që kanë qenë domethënë shumica e njerëzve që nuk i besojnë Allahut subhanahu wa taala as ditës së gjykimit. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dhe kam ndjekur fenë e baballarëve të mi. Këtu e kam ndjekur domethënë me dije, jo për hatër ose verbazi. Pse kanë qenë prindërit e mi kështu edhe unë, jo. Wattaba'tu e kam ndjek domethënë delilin, argumentin. Prandaj dhe i kam ndjekur edhe ata. Ibrahimin alayhi salatu wassalam, Ishaqun alayhi salatu wassalam dhe Jaqubin alayhi salatu wassalam, që kanë qenë njerëz domethënë të argumentit. Me argumente, siç e thotë Sheikh Salih Al-Sheikh, ne nuk i besojmë Allahu subhanahu wa taala nga domethënë nga mos kuptimi. Ose anë gaba, thot Sheikhu, këtë e ka po, këtë lafdhë. Do thonë, nga mendjelehësia dhe budallakia. Po i besojmë Allahut subhanahu wa taala dhe veçojmë me adhurim dhe ndjekim pejgamberin alayhi salatu wassalam në bazë të dijes dhe të argumenteve të qarta. Ma kana lana an nushrika billah min shay. Neve nuk na takon. Edhe njerëzve të mençur, që këta janë elita e njerëzve të mençurisë, që do njerë kanë jetu në ruzullin toksor, pejgambert e Allahu subhanahu wa taala, nuk na takon neve që ne t'i bëjmë Allahu subhanahu wa taala shirk. As me një melaçe, as me do një pejgamber, as me do një var, as me do një pem, as me do një dru, e gure çfarë do qoftë. Adhurimi është e drejtë e Allahu subhanahu wa taala. Dhalika min fadlillahi alejna wa ala nas. Kjo ka qenë domethënë mirësia e Allahut ndaj neve. Domethënë është mirësia e pastër e Allahut që na ka përzgjodhur neve të jemi në fenë e tij të pastër, dhe po është edhe ndaj njerëzve që u ka sjell pejgamber dhe libra u ka shpallur. Walakin akthara an-nasi la yashkurun, por shumica e njerëzve nuk janë falënderues dhe Allahu subhanahu wa taala. Nuk ja din domethënë të drejtën Allahu subhanahu wa taala dhe ti përmbushin domethënë obligimet që i kanë ndaj Allahu subhanahu wa taala. La yashkurun, prandaj ti mos u bë. Mos u bë domethënë prej shumicës që nuk janë mirënjohës ndaj Allahu subhanahu wa taala, por bëhu ti mine shakirin, nga ata të cilat janë falinderues ndaj Allahu subhanahu wa taala. Janë falinderues duke i zbatuar urdhrat dhe duke u larguar nga ndalesat. Duke hyrë në këtë fe në tërësi. Duke hyrë në këtë fe në tërësi. Thot Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah se kjo unë e kam braktisur fenë e një popullit që nuk i besojnë Allahut Teala dhe ditës së gjykimit, hajartu, i kam bë hejër, e kam bojkotu, jam distancu nga rruga e kufrit dhe shirkut. Wa selektu, dhe jam të ndjekur rrugën e atyrve profetëve dhe të dërguarve të Allahut subhanahu wa taala. Ibrahimit,
alayhi salatu wassalam, Ishaqut alayhi salatu wassalam dhe Jaqupit alayhi salatu wassalam. Dhe kështu ka me qenë gjendja e atit që ndjek rrugën e udhëzimit dhe rrugën e pejgamberve dhe largohet nga rruga e të zullumçarve. Allahu Teala ja udhëzon zemrën e atit dhe ja mëson atë që nuk e ka ditur dhe e bën imam që t'jetë shembulltyr për hajër për të tjerit, që t'jetë shembulltyr do më thonë dhe thirrës drejt rrugës së të vërtetës. Thirrës drejt rrugës do më thonë në së të vërtetës. Edhe këto ajete thotë Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah përmbajnë do më thonë, përmbajnë në pohimi i tauhidit vetëm për Allahun subhanahu wa taala dhe në distancimi do më thonë nga shirku, dhe të çështja dhe shumica e njerëzve nuk janë falënderues dhe Allahun subhanahu wa taala, do më thonë ata nuk e njohin do më thonë dhuntinë e Allahut subhanahu wa taala që ua ka dërguar dhe ua ka sjellur me pejgambert dhe librat që ua ka shpallur. Nuk e din do më thonë në vlerën e kësaj dhuntis. Nuk e din do më thonë ta vlerësojnë dhe ta çmojnë. Se kjo është rasul mal. Kjo është do më thonë njeriu më e shtrenjta që posedon, feja e tij. Jo që është e dunjas. Dunjaja mundet me mbaru në çdo moment për ty, edhe për mua. Në çdo frimarje mundet me qenë frimarje e fundit, ta dish. Ajo që mbetet me ty është fejnë për të cilën e ke ndjekur dhe ke qenë me argumente ose pa argumente. Dhe prandaj pyetjet e para në var janë men rabbuk, kush është Zoti yt, wa ma dinuk, dhe cila ka qenë feja yte, wa men nebijuk, dhe kush është pejgamberi yt. Të gjitha këto pyetje varen do më thonë nga jetesa yte në këtë dunja. A i ke zbatu, as i ke zbatu. Nëse ke jetu si pas këtyrve çështjeve, atëherë të mundsohen me dhënë gjevap. E përndryshe do më thonë Allahu Teala nuk i dhuron robit sukses dhe qëndrueshmëri ti përgjigje këtyre pyetjeve, do më thonë në varr. Pastaj vazhdon Allahu Teala na tregon për Jusufin alayhi salatu wassalam, duke tregu do më thonë se si e ka zhvillu bisedën me ata dy shokët në burg. Ja sahibeji sijn, a arbabun mutafarriquna khairun am Allahu al-wahidul qahhar, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dhalika ad-dinul qayyim walakin akthara an-nasi la ya'lamun. U thot Jusufi alayhi salatu o shokët e mi, do më thonë burgut, a janë më mirë të adhuruar të shumta apo Allahu subhanahu wa taala i vetmi, i gjithfuqishmi? Ata që ju i adhuroni në vend të Allahu subhanahu wa taala janë vetëm emra, të cilat i keni vënë ju, i keni shpikur ju dhe baballarat e tuaj, pa pasur asnjë argument nga Allahu subhanahu wa taala. Gjykimi i takon Allahu subhanahu wa taala. Ai ka urdhëruar që të veçohet me adhurim. Kjo është feja do më thonë e vërtet, por shumica e njerëzve nuk e din. Do thonë Islami është feja e vërtet, e vetmja fe e cila pranohet tek Allahu subhanahu wa taala, por shumica e njerëzve do më thonë nuk e kuptojnë. Do më thonë me këtë do Jusufi alayhi salatu wassalam me abot të qartë se ato të adhuruarit e juaj dhe të popujve tuaj nuk kanë fuqi të sjellin juve as dobi as dëm, por janë thjesht emra që ju i keni trillu dhe i keni shpikur dhe i keni qit. Nuk ka do më thonë argument nga Allahu subhanahu wa taala, por argumenti është e kundërta e kësaj,
që ju ta veçoni Allahun subhanahu wa taala me adhurim, me të gjitha llojet e adhurimit. Atij i takon Allahu subhanahu wa taala i takon domethënë adhurimit e jo atyre të tjerëve. Dhe kjo është feja e drejtë, por shumica e njerëzve prap nuk e din. Domethënë shumica e njerëzve, edhe Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimullah ka thënë, nëse e lexon Kur'anin dhe mediton dhe e kupton, do e shohësh se çdo herë ose në shumica e rasteve kur Allahu subhanahu wa taala e përmend shumicën, e përmend për çortim, duke i qortu. E kur e përmend pakicën, e përmend domethënë për të mirë dhe për me i lavdru. Prandaj, njeriu i mençur nuk e shikon numrin, nuk ndikohet nga numri, dhe numri, si që kemi thënë, nuk është kriter që mi dallu çështjet. A është e sakt ose është e gabuar? Numri s'ka qenë asnjëherë. Prandaj dhe Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu ka thënë, edhe nëse je i vetëm, po je në hak, ti je xhamat. Ti je xhamat atëherë, edhe nëse je i vetëm. Nuk është çështja domethënë te numri, kaç pasues, kaç ndjekës, kaç ku e di çfarë. Mos të devijoj dhe të mashtroj numri, por qëndro domethënë në anën e atyre që posedojnë argumente, që ndjekin fenë Allahut subhanahu wa taala me argumente të qarta. Dhalika dinul qayyim, thot Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah, une u thras juve dy ta veçoni Allahun subhanahu wa taala me tauhid dhe të jeni të sinqert, të përkushtuar në veprat e tuaja ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo është feja e drejtë. Për këtë Allahu Teala ka zbritur argumente të qarta. Dhe këtë e do Allahu Teala dhe me këtë është i kënaqur. Por shumica e njerëzve, siç e thotë Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah, shumica janë ektherhum mushrikin. Shumicat për tyre janë domethënë idhujtar. Janë idhujtar dhe nuk ja din domethënë në vlerën Allahu subhanahu wa taala. Edhe shikoni këtu. Ata në fillim, edhe kur u thot Jusufi alayhi salatu wassalam, nuk u vjen juve ushqimi, furnizimi, për vetëm se unë dua t'tregoj juve ëndrrën, dua shpjegoj. Thot Sheikh Abdurrahman Saadi, kjo do të thot që ka dash në fillim të thot, qetësoni zemrat, jeni të qetë, rini të qetë, do a shpjegoj ëndrrën. Kjo çështje domethënë është e mbaruar. Po unë kam një muhabet tjetër me juve tash. Edhe kjo tregon barakallahu fikum se dietari është ai i cili vendos për çka do flitet. Dietari e cakton terminin. Nuk i thanë ata Jusufit me në këm gull, jo, po në njerë ëndrën ta marrojnë, pastaj ti na i trego çka do me na tregu. Jo. Jusufi alayhi salatu wassalam ishte në atë pozit më të lartë se ata, dhe pa pikë dyshimit. Dhe ai vendoste se për çka do flitet dhe për cilat temë do trajtohet njerë, e pastaj kur do vinë muhabeti asaj që ata e kërkojnë. Që ndoshta ti do njerë e mendon me mendjen tonë të mangët, se kjo patjetër që ti e ke menduar dhe e ke përgatit, duhet patjetër ajo të flitet me shejkhun ose me dietarin. Po urtësia e dietarit është ndoshta që ajo e ka më vonë çështjen dhe temën dhe trajtimin. Barakallahu fikum. Prandaj në këto domethënë histori ka domethënë ibar, ka mësim domethënë për njerëzit që posedojnë domethënë në mençuri, Pastaj, na tregon Allahu subhanahu wa taala si ka vazhdu biseda, duke tregu domethënë për fjalën e Jusufit alayhi salatu wasallam, ku ka thënë ja sahibi sijn amma ahaduhuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akhar fayuslab fatakulu at-tayru min ra'si qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan. O dy shokët e mi të burgut, njëri prej jush do t'i shërbej domethënë në verë zotrisë së vet. E përmend Sheikh Saadi këtu na iku në fillim, pse këta dy ishin burgosur me Jusufin alayhi salatu wassalam. Përmendet se njëri
ka qenë furagji. Ky që ka pa ëndrrën me bukën, ka qenë furagji. E ky tjetri e ka shërby me ujë e me pije mbretin. Dhe është thonë se të dyjat kanë bu një komplot, janë bashku që ta helmojnë mbretin. Ose t'ja fusin helmin në ujë ose në pije, ose në bukën e tij. Si pasojë të kësaj, domethënë janë burgosurë. Por me këtë ëndër që e pan ata, u shfaq domethënë se njëri domethënë do kryqëzohet. Domethënë do e vrasin. E i pari do kthehet domethënë dhe do e shërbejnë, ka me shërby domethënë në zotrinë, mbretin domethënë me pije. Edhe u ka thënë Jusufi alayhi salatu wassalam se për çështjen për të cilën ju keni pyetur ka marr fund. Ka mbaru domethënë. Ashtu ka mendof. Ka disa që përmendet, thotë Sheikh Abdulrahman Saadi rahimahullah, se masi që e kanë dëgju shpjegimin e dy ëndrave, kanë thënë s'kena pa gjë. Kanë thënë s'kena pa gjë. Se i dyti do thonë njëri do kryqëzohet, do varet. Edhe kanë thënë s'kena pa gjë. Prandaj do më thonë faqudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Mbaroi çështja do më thonë. Mbaroi çështjen për të cilën keni pyetur dhe keni dash do më thonë shpjegim. Ka marr fund do më thonë. Ka marr fund. Edhe thotë Sheikh Ahmed Shakir rahimullah se Jusufi alayhi salatu wassalam atë të cilën do më thonë shpjegimi ëndrës së tij do varet, do kryqëzohet, duke ja shpjegu ëndrën nuk e ka shikuar në sy, që të mos mërzitet, që të mos do më thonë që mos të mërzitet. Pastaj në vazhdim thotë Allahu subhanahu wa ta'ala se Jusufi alayhi salatu wasallam i ka thënë atij që ka menduar se ai do jetë i cili do shpëtohet edhe ka me dalë dhe do lirohet edhe do jetë në shërbim të mbretit. Wa qala lilladhi dhanna annahu najin minhuma udhkurni 'inda rabbik fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbih falabitha fi as-sijni bid'a sinin. I tha domethën përmende çështjen time te mbreti. Tregoj për mu. Duke shpresu do më thonë se e ka pat mëshira do më thonë dhe dhimbshmëria për Jusufin alayhi salatu wasallam dhe thot qiteni tash prej burgut se do shta është haru muhabeti ato lafet rreth gruas së ministrit edhe me qit. Po shejtani bëri ashtu që ai me haru Jusufin alayhi salatu wasallam. U angazhu do më thonë me hallet e dunjas, me çështjet e dunjas dhe e haroi Jusufin alayhi salatu. Dhe kështu vazhdoi Jusufi alayhi salatu wasallam edhe disa vite në burg. Edhe disa vite do më thonë në burg. Dhe kanë thënë do më thonë se ka qenë 7 vjet. Ka qenë do më thonë ajo 7 vjet burg. Dhe përmendet se sikur se ka qenë sprova e Jupit alayhi salatu wasallam 7 vite, po ashtu edhe periudha e burgimit të Jusufit alayhi salatu wasallam ka qenë domethënë po ashtu domethënë 7 vjet. Do thonë 7 vjet burg me padrejtësi. 7 vjet burg domethënë me padrejtësi. Por nuk e kanë thy Jusufin alayhi salatu wasallam nga aspekti moral dhe shpirtëror. Si që pam domethënë në fillim ka vazhdu prap domethënë me shfaqi islamin dhe moralet e islamit edhe në burg. Edhe kështu është selefiu. Kështu është selefi. Ku do shkojnë ai, ku do qoftë domethënë ai është selefi, nuk ndryshon. A është me familjen e tij, a është në udhtim, a është në xhami, a është në treg, a është në akun do një kodër, do një mal, do një shpellë, ai është selefi. Edhe ma ke treguar një fajda barakallahu fik, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka pas thirrjen në fillim në Mekë 3 vjet, ka qenë thirrje domethënë në mënyrë të fshehet. Mas 3 vite Allahu Teala i ka urdhëruar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që me shfaq davetin thirrjen në Islam haftazi publikisht. Ato 3 vite çka ishte thirrja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ishte thirrja në tauhid. Masi që doli pejgamberi alayhi salatu wasallam haptazi, çka ishte thirrja? Prap në tauhid, nuk ndryshoi.
Selefiu nuk ndryshon. Selefiu nuk përdor pseudo profila. Edhe bon çka bon, dredhi, krime, akuza, gënjeshtra, del pastaj mendon askush nuk më njeh mu. Jo, të di Allahu subhanahu wa taala, i gjithdijshmi. Nëse njeriu ka, domethënë, mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala, nuk i bën këto gjëra. Nuk i bën këto sende. Pastaj, siç e thot Sheikh Abdulrahman As-Saadi rahimahullah, kur deshti Allahu subhanahu wa taala me qit Jusufin alayhi salatu wassalam prej burgut, e bori çështjen që mbreti, domethënë koka e shtetit me pa ëndër. Se ta kishte pa ëndrën dikush tjetër, nuk do kishte kjo kaq vlerë të madhe. Por kur e shefi parin shtet, a e përdor një, ku janë njerëzit e gjuhës, si kanë përpara? Ta gjuhët Kosovës do marrë. I parin shtet, a i thuhet. Na? Barakallahu fikum. Do me thonë, atëherë kjo ëndra kishte edhe ma shumë pesh, edhe ma shumë rëndësi. Pa, do me thonë, tregon Allahu subhanahu wa ta'ala, وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر أخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتينا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Do me thonë, se mbreti ka thënë kam parë një ëndër që 7 lopë të majme, të cilat po i hanin 7 lopë të dopta. Dhe kam parë 7 kallim të gjelbër e 7 të tjerë të tharë. O parja ime, ma shpjegoni ëndrën time, nëse dini të interpretoni ëndrat. Ata çka i thanë, këto janë ëndra të ngatruara e ne nuk i dim të shpjegojmë. Këto janë ëndra të ngatruara, ne nuk i dim të shpjegojmë. Njëri do më thonë nga ato 2 që shpëtoi, do thonë ai që i shpëtoi prej burgut dhe doli dhe u bë do më thonë që mi shërbim mbretit, u tha dhe ju kujtua Jusufi alayhi salatu wassalam. Ju kujtua do më thonë se atë ëndrën që u shpjegoi Jusufi alayhi salatu wassalam, me të vërtetë u realizu në atë mënyrë siç u shpjegoi Jusufi alayhi salatu wassalam. Atëherë ju kujtua Jusufi alayhi salatu wassalam dhe u tha atyre se unë dua t'tregoj juve, prandaj më dërgoni te Jusufi. Më dërgoni në burg, do më thonë, më lishoni të hyjë në burg, ta gjej Jusufin, edhe unë dua sjell, do më thonë, në shpjegimin e kësaj ëndre. Edhe kur shkoj, i tha, o Jusuf, o Siddiq, o ti njeri do më thonë në besnik, njeri do më thonë i sinqert, do thonë ata e njohën, edhe do e shofin do thonë, edhe këta e dishin dhe vlerësun se është do më thonë njeri Siddiq, edhe gruaja El Azizit kur ka me pranu do më thonë fajnë e saj, ka me pohu se është njeri do më thonë Siddiq, edhe kjo cilësi do më thonë është prej cilësive të pejgamberve. Me qenë njeriu besnik, me qenë njeriu thonasit vërtetës, është cilësi prej cilësive të pejgamberve. Edhe i kërkon Jusufit alayhi salatu wassalam që me u shpjegu do më thonë në ëndrën se do më thonë njerë ëndrën e mbretit. Dhe i thot Jusufi alayhi salatu wassalam,
i thot ma trego ëndrën, ma shpjego ëndrën që unë të kthehen domethënë te njerëzit e ne t'u tregoj. Se janë në hall, janë në breng, janë pa siguri. Atëherë Jusufi alayhi salatu wasallam i thot, do të mbillni 7 vjet me resht. Pastaj do t'i korni ato domethënë, do keni domethënë beriqet në ato 7 vite. Prandaj atë që do e korni për ato 7 vite domethënë, me deponu, për vetëm se një pjesë të vogël që u duhet për ushqim. Sepse pas tyrve 7 viteve domethënë se me numrin e lopëve, Jusufi alayhi salatu wassalam i caktoi vitet. Në bazë të numrit lopëve me 7 lopë, i caktoi domethënë i shpjegoi me vitet. Sepse pas këtyrve 7 viteve që do keni bollok dhe do korni e kështu me radhë, do vinë domethënë 7 vite të tjera me thatësi. Me thatësi domethënë dhe prandaj duhet domethënë me harxhit atë që keni deponu në ato vitet 7 më parë. Pastaj edhe kjo thot Sheikh Abdurrahman Saadi rahimullah nuk ka qenë pjesa e ëndrës, por Jusufi alayhi salatu wasallam va ka tregu se mas atyre 7 viteve të vështirësisë dhe të thatësisë vjen një vjet domethënë me plot shi, me plot beriqet, që aty domethënë do të shtrydh një rush e të ngjajshme. Do thonë mas, do thonë njerë 7 vite me bollok, pastaj 7 vite me, si me thonë me gjuhën tonë të soshme me krizë, me thatësi, mas atyre 7 viteve të krizës dhe thatësisë, vion një vjet domethënë që do ketë lehtësim për njerëzit. Ama ju duhet përgatiteni domethënë për ato 7 vite ku do ketë thatësi dhe skamje. Këtu kur e pa mbreti këtë ëndër, u bë kureshtar. U bë kureshtar domethënë me ditë kuptimin e kësaj ëndrës. Edhe vendosi domethënë me caktoi që me i thret të gjithë ata njerëzit këshilltarët, bile përmendet edhe fallxhorët, i ftuan që t'u tregojnë ëndrën domethënë dhe ata t'ja shpjegojnë. Nëse din t'ja shpjegojnë. Atëherë çka ndodhi domethënë se ata nuk e kuptuan domethënien e ëndrës. Këtu shtohet më shumë nevoja për Jusufin alayhis salam, se po të kishte qenë Jusufi në mesin e tyre, edhe kishte thënë menjëherë kuptimin e ëndrës, nuk do kishte dalë në pahë, në dukje aq shumë vlera e tij, sikurse kur këta elita të mençurit, domethënë këshilltarët e mbretit, nuk kishin fare njohuri, pastaj vjen domethënë na Jusufi alayhi salatu wassalam dhe shpjegon me qartësi dhe siguri dhe dije. Këtu del domethënë në dukje vlera e tij. Edhe çka thot Sheikh Abdurrahman Saadi rahimullah, kur erdhi ky djaloshi te Jusufi alayhi salatu wassalam mas gjithë ato vite, 7 vite, Jusufi alayhi salatu wassalam nuk e qortoi pse nuk më përmendet ti mu për këto 7 vjet të mbreti. Ne do jemi ti kështu, ti më ke bo pa drejtësi, ti je kështu, ti ashtu, çka kërkon ti tash prej meje. Edhe këtu është refuzim kundër Hawariçve, këtë e kam thënë edhe gjermanisht kur e kemi majt. Para 6 vjet nuk e di kur ka qenë. Kjo pjesa është refuzim kundër Hawariçve. Hawariç çka thonë? Tu a helmojmë njerëzve ujin. Po këta mendimi kanë, tu a helmojmë njerëzve ujin. Këtu nëse do kishin qenë menhejul enbiya fi da'wati ila Allah, që ka shkruar Sheikh Rabia atë librin madhështor, menhejji metodologjia e pejgamberëve në thirrje për tek Allahu subhanahu wa taala, fihi aqlun wa hikma, duket a është ashtu? Ka një shtesë, shikoj. Fihi aqlun wa hikma, në të ka domethënë në menhejin e enbijave ka domethënë mençuri dhe ka urtësi. Ka mençuri dhe ka urtësi. Jusufi alayhi salatu wasallam nuk është hakmar domethënë për çështje private dhe personale këtu. Me thonë ju më futët në burg 7 vite. Plus tim harove mu 7 vjet. E unë tash juve t'u shpjegoj ëndrën?
Ashtu është? Barakallahu fikum. Do më thonë nuk u hakmer për çështjet personale. Megjithatë 7 vite është pyetja 7 vjet barakallahu fikum. Edhe mundeni ta paramendoni si kanë qenë burgjet asaj kohe. Mundeni ta imagjinoni si kanë qenë burgjet asaj kohe barakallahu fikum. Megjithatë kur erdhi situata, nuk hezitoi të jetë i dobishëm për njerëzit. Dhe t'u tregojnë të vërtetën në lidhje me këtë çështje. Dhe t'u tregojnë domethënë të vërtetën dhe t'i udhëzojnë domethënë. Ti udhëzojnë domethënë se si duhet të përgatiten. Edhe thotë Sheikh Abdulrahman Saadi rahimahullah, kur e dëgjon shpjegimin e ëndrës se çfarë shpjegim të mrekullueshëm bëri Jusufi alayhi salatu wasalam, ishin domethënë të lehtësuar dhe të lumtur. Lehtësuar, domethënë ndjeshin lehtësim edhe lumturi. Këtu kjo paria e mbretit i thanë domethënë se këto janë ëndra të ngatruara. Thotë Sheikh Abdulrahman Saadi rahimahullah, kjo ishte një pretendim pa dije. Në vend të ishin thënë nuk dijim, ta shpjegojmë këtë ëndër, nuk kemi dije për këtë ëndër, nuk deshin ta qisin veten të paaft, si shumë njerëz sot, shikoni domethënë si përkthehet. Ti prandaj ky Kur'an është shpallur libri i Allahut subhanahu wa taala, që ti ta lexojsh, ta kuptojsh. Do thonë nuk deshin ata ta qisin veten si ignoranta para mbretit, atëherë ja hedhën fjalën, ja hodhën thajin mbretit. Se këtë që ke pa është çështje ngatresa. Si ato tjerit thonë për shembull, jo po këta janë argumente. A nuk shkruajnë ata? Nuk janë argumente, po ti skupton çka është argument edhe çka nuk është argument. Sikur se ka këta këtu, që s'dishin kuptojnë domethënë dhe ta mbulojnë dobësinë e tyre që e kanë, atëherë thanë, këta janë gjënat gatrume. Ti ke s'është jo ëndër e vërtetë. Domethënë thotë Sheikh Abdulrahman Saadi rahimahullah, ky imam i madh, domethënë kishin në këta njerëz paria aty që ishin. Kishin ignorancë, duke pretenduar diçka se din dhe kishin vetpëlqim. Do thonë arrogancë kishin, vetpëlqim dhe mendojshin se din diçka dhe kuptojnë. Po faji është e ty, o mbret. Jo te ne domethënë, se ne i kuptojmë gjanat. Edhe kanë mendim të mirë. E sa e shumë janë ata domethënë që kanë këtë vetpëlqimin edhe arrogancën. Me gjitha cenet që ata e din se çfarë dobësi janë, edhe e din se në çfarë nivel janë. Prapë domethënë e posedojnë këtë arrogancë domethënë edhe dalin edhe shkruajnë edhe bojnë edhe ashtu. Mëshiroj vetëm tënde, secili duhet domethënë me qenë, si kanë thënë selefët ridwanullahi alehim. Rahimallahu imran arafa qadra nafsihi, Allahu mëshiroft robin i cili a din vetës situatën e tij, hallin e tij. Barakallahu fikum. Kjo ka qenë domethënë gjë e vlerësuar. E kanë vlerësuar selefët domethënë njeriu i cili ja ka ditë veten domethënë hallin dhe gjendjen dhe situatën. Këtu pra, thotë Sheikh Abdulrahman Saadi rahimahullah, fitoi domethënë çështja e kthimit e referimit te Jusufi alayhi salatu wasalam shumë rëndësi më të madhe. Pse ky djalosh u kujtu Jusufi alayhi salatu wasalam, tha prit pak. Haroj këta gjithë çka i ke përpara. Unë kum pa një njeri që në burg që s'kan pasi të mi si ai. Me të vërtetë është ashtu. Me të vërtetë është ashtu. Në atë kohë, në atë vend nuk ishte më mirë se Jusufi alayhi salatu wasalam. Edhe shkoj. Edhe e pyeti. Edhe thot Sheikh Abdulrahman Saadi, i lartësuar është Allahu subhanahu wa taala i cili cakton këto çështje dhe i bën. Pse? Të njëjtën gjë Allahu, kjo është menhexhi i Allahut. E ka bërë me Ademin alayhi salam. Kur e ka ardhur çështja me tregu pozitën e Ademit ndaj melaçeve. Nuk e ka pyetur fillimisht Ademin për emrat dhe kështu, por i ka pyetur njëherë melaçet, që ta shfaqin domethënë se nuk dinë se emrat atyre çështjeve, e pastaj kur vjen Ademi tu përgjigjet, me dal në dukje pozita e Ademit alayhi salam. Kjo është menhexhi i Allahut në Kur'an.
Dhe është po ashtu thotë Sheh Abdurrahman Saadi edhe çështja e shefatit në ditën e gjykimit. Se po të kishin shku njerëzit që nga fillimi të pejgamberi alayhi salatu wasalam, të Muhamedi alayhi salatu wasalam, nuk do dilte në dukje aq shumë pozita e tij se sa kur fillon të shkojnë ke Ademi, ke Nuhu, ke Ibrahimi, ke Musai, ke Isai alayhi salam, e pastaj në fund domethënë shkon te pejgamberi alayhi salatu wasalam. Aty dolin dukje se ky është prijesi i bijeve të Ademve. Dhe ky është më i miri në mesin e tyre. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. E kuptuat këtë domethënë? Edhe këtë e ka bërë Allahu subhanahu wa taala me çështjen e Jusufit alaihi salatu wasalam, që me dal domethënë në dukje pozita e tij dhe vlera e tij dhe nevoja e madhe e mbretit për atë. Dhe nevoja e madhe e mbretit për Jusufin alaihi salatu wasalam. Edhe Jusufi alayhi salatu wasalam i ka sugjeru, këtu thotë Sheh Abdurrahman Saadi, me i fut ato korritje që i bëjnë, me i fut në ambar, a i thoni ambar kështu, në depo kështu. Mos me qenë për sytë e dukshme ato, se njëri kur e shef diçka, i shkon syni ma shpet, edhe munden me e përdor, edhe me harxhit. Ama kur nuk e shef në akont, është larg syve, edhe është ma sigurt. E para, e dyta, thotë Sheh Abdurrahman Saadi rahimullah, është ma qëndrueshme që mos të prishet. Se çfarë do bëj ka ti ta ruajshat, edhe mas 7 vite kur vjen koha që ti ke nevojë për të, është prish ajo. S'mundesh ta përdorish. Çfarë do bëj pas kë? S'ka do bëj këtu. Veç dëm. Veç dëm. Kjo është menhajul anbiya fi da'wati ila Allah, në të ka aql, mençuri dhe ka urtësi. Kushtëzohet këtu, është kusht që me pas urtësi, me pas akël. A mund të me thënë dikush, jo po mos ma kushtëzoni ju mu aklin, se unë e kam urtësi. Themi është kusht. Është kusht që me pas urtësi, me pas akël. A mund të me pas njëri budal dhe me gjnun, me pas mençuri, urtësi, hikme? Nuk mundet. Kusht është që njëri me pas akël, pastaj me pas hikme. Edhe pa dyshim do më thonë shëmbëltyr më të madhe anë për këtë pejgambert e Allahu subhanahu wa ta'ala, ridwanullahi alejhim. Edhe si që shihet, do më thonë, nuk janë hakmar ato për çështjet personale të tyre. Edhe kjo është që kena pa ne djetarat tanë të gjallë. Se nuk hakmeren për çështjet të tyre personale. Nuk kanë thënë këta në rivalet e mia. Nuk kanë thënë rivalet. Këta kanë shkel bazat e kësaj fesë. Këtu fillon armiqësia dhe urrejtja për njerëzve të kotës. Jo pse rival ose kujt çfarë sene. Edhe kanë thënë shujuhët, pse Allahu subhanahu wa taala ka ngrit Sheikh Rabin kështu, Sheikh Ahmed el-Nejmin rahimullah, Sheikh Zeidin rahimullah, sepse vetët e tyre i kanë pas nër këmbët. Vetët e tyre, do të thonë, kanë pas nër këmbët. Nuk kanë hakmar, do të thonë, për çështje personale, sepse kjo nuk është edhe rruga e pejgamberëve. Nuk është kjo rruga e pejgamberëve. Atëherë, kjo pjesa, thot Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah, që vjen pas ato 7 vite me thatësi dhe kriz, vjen një vjet, do më thonë, që ka me pas shit bollshëm edhe beriqet. Këtu disa, do më thonë, e kanë shpjegu, do më thonë, çështjen e, do më thonë, shtrydhin rush e të ngjajshme, e disa kanë thënë vaj, po ashtu sheqer, po ashtu qumësht, kos e të ngjajshme. Që Allahu Teala ka më dhënë, do më thonë, pas asaj vështirësisë 7 vite që ka qenë, do u sjell, do më thonë, në lehtësim. Do u sjell, do më thonë, në lehtësim. Kur e dëgjoj mbreti këtë shpjegim, do më thonë, të mrekullueshëm dhe fantastik, wa qala al-maliku tuni bih. Tha mbreti, ma sjellni me njëherë këtu. Ma sjellni këtu. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. Do më thoni, atëherë
Herën e parë, kur erdhi ai shoku i burgut të Jusufi alayhi salatu wassalam, nuk hezitoi m'ia shpjegu ëndrrën. Tash kur vjen ky tjetri, postjeri, me thënë, i dërguari nga mbreti, kur vjen me nxjerr nga burgu, Jusufi nuk don me dal prej burgut. Sepse është njëllosur nderi i tij, nderi një pejgamberit. Këtu nuk deshti me dal, sepse gjitha ato vite që ndrova në burg, e tash me dal edhe prap nesër me më thonë dikush, jo po ti ishte ai filani fisteku, që atëherë grusa zotrisë tënde që ai të priti dhe të mori dhe u ishte mirë me ti, u solle keq me të. E tradhtove në familjen e tij. Jo. Atëherë tha, kthehu te mbreti dhe le ti pyes ai mbreti, domethënë gratë elitës, se si ka qenë puna atyre grave që i kanë pre durat, gishta domethënë ose duart, gishtat e tyre. Sepse Zoti jem domethënë i di domethënë në tradhtit e atyre grave. Atëherë u kthej dhe Allahu Taala thot, ka thënë mbreti, domethënë i ka mbledh domethënë ato gratë që kanë qenë edhe të pranishëm kur i ka ftuar ajo gruaja e ministrit të Egjiptit, edhe u ka thonë, qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsi qulna hasha lillah ma alimna alayhi min su qalat imra'atu al-aziz al-ana hashasa al-haq ana rawattuhu an nafsi wa innahu la min as-sadiqin. Shikoni, edhe kjo është mençuri nga mbreti, edhe thuhet domethënë në disa tefasir si Ibn Kathiri se është bo musliman mbreti. Ky mbret domethënë kur e ka pa Jusufin alayhi salatu wassalam, dhe çfarë moral ka, dhe çfarë njeriu është, ka ndiku Jusufi alayhi salatu wassalam aq shumë sa që domethënë është bo musliman në fund. Kur i ka mbledh ata, ai ka synu realisht gruan e ministrit vet. Ministrit e ekonomistit, themi, të thesarëve të Egjiptit. Ai ka synuar atë, po i ka pyetur në mënyrë të përgjithshme, si ishte ai komploti juaj ndaj Jusufit, kur keni dash domethënë ta ajoshni edhe ta shtyni domethënë në çështje të pamoralshme. Ai synonte domethënë gruan e ministrit, ama u folte në përgjithësi. Atëherë kur e din njeriu fajin, mos bëhet domethënë se sikurse jo po nuk më tha mu. Atëherë ajo e ka kuptuar, gruaja e ministrit të Egjiptit asaj kohe, e ka kuptuar domethënë dhe ka thënë, tash u bë koha, erdhi vakti domethënë ta tregoj të vërtetën. Unë tentova domethënë ta fuz Jusufin alayhi salatu sa në atë çështje. Unë kam tentuar. Por ai është domethënë me të vërtetë për njerëzve të sinqert. Ai është domethënë i pastër nga kësaj. S'ka bë asnjë sen. Por unë domethënë, unë kam fajin. Unë kam fajin. Dhalika li ya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kayd al kha'inin. Dhe le ta dije domethënë burri jem se unë nuk e kam tradhtuar atë në mosprezencën e tij, sepse Allahu nuk u jep sukses domethënë në tradhtive të njerëzve. Wa ma ubarri nafsi, dhe unë vetën domethënë nuk e pastroj. Inna an-nafsa la'ammaratun bisu, sepse nefsi domethënë e urdhëron, e çon njeriu dhe aty është hyrja e shejtanit që me e bën njeriu domethënë me vepru veprat këqija. Illa ma rahima rabbi, për vetëm se ata që Allahu Teala i ka mëshiruar, inna rabbi ghafurun rahim. Me të vërtetë Zoti jem është falës dhe mëshirues. Atëherë kur u bë e qartë domethënë nga një aspekt, siç e thotë Sheikh Ahmed Shakir, vlera e Jusufit alayhi salatu wasalam, dija e tij, mençuria e tij, dhe në anën tjetër edhe doli domethënë edhe te njerëzit të përgjithshëm, e morën vesh se ai është i pafajshëm. Se ai është domethënë i pafajshëm, atëherë domethënë erdhi koha që me dal Jusufi alayhi salatu wasalam nga burgu. Këtu, të çështja domethënë kur gruaja e ministrit të Egjiptit thotë se unë se kam tradhtu burrin tem në mosprezencën e tij,
Kanë përmend disa dietar, domethënë siç e thotë Sheikh Ahmed Shakir, po ajo që është nga konteksti i ajeteve është se kuptimi është ky, domethënë. Kjo është fjala e asaj gruaje. Disa kanë thënë kjo ka qenë fjala e Jusufit alayhi salatu wassalam, që t'ua thot ai postieri, domethënë që ta dije ministri, domethënë El Aziz Masr, se une nuk e tradhtova atë në familjen e tij. Domethënë nga aspekti i Jusufit që domethënë të thuhet, le ta dije ai që më priti mu në shpinë e tij dhe mori dhe ishte i mirë me mua, une se kam tradhtu në domethënë në mosprezencën e tij në lidhje me familjen së tij. Po shehu thotë se ajo që është më e saktë është se kjo fjalë ka qenë fjalë e asaj gruajës, dhe kur ka thënë thotë Sheikh Abdulrahman Esadi disa fjalë të mira domethënë për vete, si lloj lëvdat, atëherë domethënë ka thënë domethënë se unë nuk e shfaqsoj veten time, sepse nefsi domethënë është që e çon njeriu, edhe aty hyn shejtani domethënë që me e dëmtu dhe me ra domethënë në mëkate. Pastaj ka thënë mbreti domethënë wa qala al maliku tuni bi astakhlishu li nafsi. Na sjellni mua domethënë ta kem vetëm për veten time. Ta kem afër këtu domethënë. Që ti jetë domethënë si është përmend këshilltari jem. Që ti jetë i afruar i jem. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladayna makinun amin. Kur ja sollën Jusufin alayhi salatu wassalam, edhe bisedoi me Jusufin alayhi salam. Kur e pan bisedë, i hiku truni. Këtu edhe më shumë e mahniti Jusufi alayhi salam. Njëherë nga çështja e shpjegimi i ëndrrës. Pastaj kur bisedoi, sepse domethënë njerëzit e dijes, dietarët, kur flasin me dije, ajo i zbukuron ata. Është zbukurim stolisje për ata. Dhe aty del në dukje domethënë bukuria e tyre dhe bukuria e dijes. Dhe është thënë domethënë në lidhje me sura Jusuf se bukuria në pamje futi Jusufin alayhis salam në burg, kurse bukuria e dijes e nxori nga burg. Kur e pa domethënë se kjo është njerëzit e mençurisë dallojnë kur bisedojnë me dikën. Ti mos le dikush me të manipulu, me të mashtru. Ky mbreti domethënë kur nuk e vendosi domethënë menjëherë në një pozitë të caktuar ose të madhe, e nxorën nga burgu edhe bisedoi, domethënë falamma kallamahu, kur bisedoi me të, me e pa domethënë çfarë njeriu është ky. Atëherë i tha domethënë ti sot ke te ne vend të madh dhe i e prej ata domethënë besnikëve. Domethënë prej besnikëve, Allahu Akbar. Do t'i besojmë edhe sekretet e shtetit. Shikoni, deri ndjen burg. Por Allahu subhanahu wa taala nxori. Edhe vetëm nxori. Po të bëhet domethënë në majën, në kulminacionin, edhe t'ja besojnë edhe sekretet e shtetit. Atëherë Jusufi alayhi salatu wassalam tregon Allahu Ta'ala si ka thënë, qala ij'alni ala khazain al-ard inni hafidhun alim. Do me thonë, më cakto mu për thesarët në shtet. Do me thonë me marat postin që kishte ai i cili e mbleu në fillim Jusufin alayhi salatu wassalam. Tash ai post jetë për Jusufin alayhi salatu wassalam, inni hafidhun alim. Unë me të vërtet do me thonë di ti menaxhoj dhe ti ruaj çështjet dhe kam dije, njohuri. Edhe thot këtu Sheikh Ahmed Shakir rahimullah ka kërku punën për të cilën ka qenë kompetent Jusufi alayhis salam. Mos kërko diçka që s'ke kompetenca. Të shko sa e bukur. Do më thonë, ka kërku diçka që ka pas kompetenca. E jo që njerëzit sot s'kan kompetenca edhe hyjnë në përçështje. Jo. Po s'pati kompetenca, më shiroj vetën tënde. Dhe ka kërku do më thonë gjë që ka pas njohuri, dhe thot Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah, se lejohet, se kjo përmban do më thonë inni hafidhun alim, kjo përmban vedlëvdat këtu. Kjo përmban unë diti menaxho ato çështje dhe kam dituri, kjo përmban lëvdat për veten e tij.
alayhi salatu wassalam. Thot Sheikh Ahmed Shakir, kjo lejohet për njeriu me thënë kur e kërkon nevoja, kur ai i cili qëndron për ballti nuk ja din vlerën atit për atë çështje. Do të thonë ai nuk ja din se çfarë kompetenca ka, çfarë gjë, atëherë nuk është domethënë gjë e çortuar që njeriu me i tregu kompetencat e veta. Kur është domethënë nevoja aty. Kur paraqitet domethënë në nevoja. Domethënë alim, thotë Sheikh Ahmed Shakir, domethënë kam dije, kam urtësi, kam larg pamësi. Dije, urtësi, larg pamësi të Jusufit alayhi salatu wassalam. Dhe kërkoi atë pozitë ose atë post që do ishte domethënë ku do të ishte më i dobishëm për njerëzit. Më i dobishëm domethënë për njerëzit. Ai post aty mundesh të jetë Jusufi alayhi salatu wassalam më i dobishëm për njerëzit. Dhe thot Sheikh Abdurrahman As-Saadi rahimahullah, nuk është këtu kuptimi që Jusufi alayhi salatu wassalam ka kërku post të dunjas, domethënë që me mri diçka prej dunjas, jo. Por kjo ka qenë domethënë dobia më e madhe për njerëzit, që ai të caktohet në atë pozitë. Do thonë dobia u kthehet këtu domethënë tek njerëzit. E jo që Jusufi alayhi salatu wassalam ka kërku domethënë në çështje prej çështjeve domethënë të dunjas. Dhe thot Allahu Ta'ala: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وللأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. Domethënë, kështu i dham Jusufit alayhi salatu wassalam pozitë dhe fuqi në tokë, që ai të ecë kudo ai. Dhe e mëshirojmë, e kaplon mëshira jon atë që ne e duam. Dhe nuk e humbim shpërblimin dhe për e bamirësve. Por shpërblimi i ahiretit për ata që besojnë dhe i friksojnë Allahu subhanahu wa taala është më mirë. Dhe Jusufi alayhi salatu wassalam është shpërblyer në dunja, po shpërblimi për të në ahiret edhe është edhe më i mirë, edhe më i madh. Thot Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah, këtu domethënë yatabawu minha haythu yasha, domethënë me ec aty ku do ai. Të jetë i lirë, me pas komoditet. Domethënë me pas komoditet, pasi që ishte në fellësinë e pusit. Pasi u hedh në fellësinë e pusit dhe e ndjen ngushticën e pusit. Dhe pasi ishte i burgosur, dhe pasi ishte rob që e shitën dhe bon tregtinë e ta, erdhi koha që ti domethënë me shetit ai me ec kudo ai, dhe ti domethënë ministri i ekonomisë i thesarëve të Egjiptit asaj kohe. Shikoni se Allahu Ta'ala është i gjithfuqishëm dhe ka urtësi të plot, dhe ka urtësi domethënë të plot. Domethënë, e gjitha kjo, masi që Jusufi alayhi salatu wassalam bëni sabër, bëni durim domethënë këtë rrugë. Se patjetër domethënë kush e ndjek këtë rrugë, këtë menhejul anbiya fi da'wati ila Allah, patjetër do sprovohet. Kjo rrugë, siç e thotë shejhu jon Sheikh Abdullah al-Bukhari hafidhahullah, nuk është e shtruar me te pikë të kuq. Patjetër do sprovohesh. Patjetër do të vjen dëmi. Edhe na ka thënë shejhu hafidhahullah, pse mësojmë usulu thalatha, al-ilmu wal-amalu wad-da'wa wa sabru ala al-adha, dhe me bo sabër domethënë ndaj dëmeve që të ndodhin gjatë davetit pastaj. Shehu tha, nëse nuk bëjmë sabër ndaj dëmeve, kur zbatohet kjo pjesa të usulu thalathës? Kur i vjen realiteti? Vjen kur vjen dëmi, me qëndru dhe me duru. Jo me e lën. Jo me thënë, po kjo qenë ka e rëndë, unë tërhiqem. Edhe ka njerëz domethënë. Me çfarë do lloj çmimi domethënë duan të tërhiqen prej kësaj rruge. Ama nuk e kanë guximin dhe burrnin me u tërhek
si i ka hije, dhe me thënë si isha unë për këtë çështje. Po do me u tërhek, do me thënë që me thënë kaloj koha e presionit. Kjo presioni që ka i njofshëm, edhe ata të Gjermanisë kanë pas presion një vakët. Ne e s'dim për presion. Ne i thirrshim të vinë të dietarët me prezentu. A është kjo presion? Kjo ta don dikush të mirën, të vishke dietarit përfitojsh. Erdhi koha që njëri kishte thënë që mos me ul më me syefaqësi në mesin e durusve. Po, ka pas njëri prej kësaj xhamie një njeri. Ka thënë domethënë ku janë shkputur prej selefive në Medinë, ka thënë erdhi koha mo që unë mos prezantoj me syefaqësi në mesin e dietarëve. Do thënë ai atë një vjet ose 6 muaj që e kishte një fazë duke qëndruar me selefit në përmësime, ka qëndruar domethënë në bazë të fjalës së tij me syefaqësi. Jo selefiu i ndjek këto burra. Selefiu i ndjek këto burra. Që kanë qenë edhe në burg të sinqert, edhe në burg prej bamirsve, edhe jashtë burgu domethënë prej të sinqertve dhe prej bamirsve. Edhe në fillësinë e burgut, edhe në majën e shtetit, në kulminacion. Nuk ndryshon selefiu, nuk e ndryshon pozita. Nuk e ndryshon pozita, por është i qëndrueshëm. Prandaj Allahu Teala ka shpërblyer Jusufin alayhi salatu wassalam në bazë domethënë të sabrit dhe i ka dhënë pastaj fitore dhe e ka ndihmu. Edhe megjithatë se shpërblimi për besimtarët në ahiret është shumë më i mirë dhe shumë më i madh. Edhe thot Sheikh Ahmed Shakir këtu, wa aslama al-malik ala yaday Yusuf. Thuhet domethënë se mbreti i Egjiptit është bë musliman domethënë nëpërmjet Jusufit alayhi salatu wassalam. Këtë ka thonë Mujahid rahimahullah. Do thonë njëri prej dietarëve të mëdhtë të tefsirit, që ka qenë domethënë nxënësi i Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, që ka thënë Sufjan al-Thauri rahimahullah, po të erdhi një shpjegim, një tefsir për donja jetë nga Mujahid, atëherë kapu fuqimisht pas atij tefsirit, sepse e kam dëgjuar Mujahid duke thënë se kam lexuar 2 herë librin Allahu subhanahu wa taala me Abdullah ibn Abbasi, ajet pas ajetit, duke pyetur domethënë për çdo ajet për domethënien e saj. Prandaj, kjo është domethënë rruga e selefit, në marrjen e dijes, me shku te dietarët. Jo me u bë domethënë dietar duke lexuar vet libra. Edhe pastaj me çit 100 çudira. Sheikh Abdullah Buhari kështu është eduku. Në mesin e dietarëve. Në mesin e dietarëve. Walillahi alhamd. Kjo është fakt, domethënë nuk e trilloj unë tash. Pse është shejhu jon edhe më thonë jo po kam mësuar ke filan dietar, ke filan dietar. Jo, është fakt domethënë. Që njihet se ku ka mësuar shejhu ynë, edhe po ashtu shejhu ynë i madh, Sheikh Arafati hafidhahullah. Nuk ka qenë asnjëherë dhe i sfidoj të gjitha. 72 grupacione i sfidoj. Jo vetëm këta tjerit këtu, 72 grupacione i sfidoj. Nuk ka qenë asnjëherë kriter mosha e njeriut që me thënë është i madh ose i vogël. Kjo është komplot dhe krim nga njerëzit e bidatit dhe të kotës. Si kanë thënë për Imam Ahmedin ato xehmit, çka do ky sabi nga neve? E kanë qytë Imam Ahmedi fëmijë. Çka don ky fëmia nga neve? Fëmijë kanë thënë. Pse? S'kan pas argumente ata me debatu me Imam Ahmedin. Si t'ja ulin vlerën Imamu Sunnetit, t'ja ulin vlerën tash, është fëmijë. Është i vogël. Atëherë kanë thënë fëmijë, tash thonë i vogël. Nuk ka qenë. Dietarët kanë thënë për Sheikh Abdul Salam bin Bergjes rahimahullah me 35 vjet, ka thënë alim se është. Ibn Abdul Hadi al-Hanbali me 39 vjet ka vdek. Çka thonë dietarët? Ka qenë unik në kohën e tij. Imam ka qenë, alama ka qenë, muhaddith ka qenë. Sheikh Hafidh al-Hakim Moslasim rahimahullah. Nuk ka qenë kriter. Edhe a'immatu sunna në kohën tonë e kanë kuptuar këtë çështje shumë mirë. Në kryet aty në a'immatu sunna, Imam Ibn Bazi, Imam al-Albani rahimahumullah.
Nuk kanë thënë asnjëherë në lidhje me këto çështje, jo po Sheh Rabia është i vogël. A keni dëgju? A keni dëgju të fondi m'ja refuzu Sheh Rabis fjalën? Jo po është i vogël, s'kan thënë. Se kriteri është dija dhe argumenti. Edhe nëse bëjmë tatbik të qawait të jarh wa ta'dil, a është kush pa tjetër që me qenë ai tjetri që kritikon më i madh se ai tjetri? Nuk është. Edhe nëse vjen xherhi nga një më i vogël çosh, edhe në mosh, edhe në dije, po vjen me argumente duhet t'ia pranojsh. Alejse kedhalik? Ja felah, hafidhakallah. Kjo është argumenti barakallahu fikum. Atë sidomos prandaj unë thash aty, unë nuk çuditem për atyre njerëzve që as nuk kanë hyrë në fakultetin e hadithit, as din se si duket. Unë çuditem nga njerëz domethënë që kanë mësuar brenda dhe kanë diplomu. Ajo vjen çudimu. Ku janë ato qawait e jarh wa ta'dil që zbatojnë? A kanë thënë aty në qawait e jarh wa ta'dil me pas këtë moshë të caktuar, atëherë quhet dietar i madh, e me pas këtë moshë të caktuar, atëherë nuk quhet dietar i madh dhe quhet i vogël. A kanë thënë dikush? Sillni argumentet. Sillni ato rregullat e jarh wa ta'dilit. Ne e themi sillni ju dhe ne u apranojmë. Pastaj, këtu do më thonë, u përhap ajo thatësia, jo vetëm në Egjipt, po edhe në vendin e Bilad Kenan, do më thonë edhe Palestinë, ato vende përfshien, ku ishte aty do më thonë, i dërguar i Allahu subhanahu wa taala Yaqub alayhi salatu wasalam me fëmijët e tij dhe me familjen e tij. U përhap thatësia deri atje, do më thonë, i kaploi thatësia dhe skamja. Dhe kriza shkoi, do më thonë, kaloi jo vetëm në Egjipt, po gjitha atë rajon, do më thonë, e kaploi. Atëherë kishin ata nevojë që të shkojnë, do më thonë, se kishin marrë vesh. Shikoni ta si kthehet mirësia dhe ajo e bukur e Jusufit alayhis salam edhe në dobin të babait së tij, se nëse kishte qëndruar në Beitul Maqdis, në Palestinë, në Kenan, nuk do ishte kjo pozitë që ata pastaj të munden me shku në Egjipt dhe të marrin furnizim, çka u duhet për familja e tyre. Se nuk do kishte mri Jusufi alayhis salam këtë pozitë. Po ta mrin këtë pozitë, duheshte të hidhen njëherë në post, duheshte me hyrë njëherë në burg, edhe pastaj mbarojnë domethënë në këtë pozitë të lartë. Atëherë, Jakubi alayhis salam, siç e thot Sheikh Abdurrahman As-Saadi, kishin dëgjuar se Azizu Masr, ministri i Egjiptit, nuk e dishin se ajo është biri i vet. Ajo është domethënë njëri që ka bamirësi dhe është njëri domethënë i drejtë dhe jep domethënë me drejtësi. Edhe thot Allahu Taala wa jaa ikhwatu Yusufa fa dakhalu alayhi fa arafahum wa hum lahu munkirun. Atëherë erdhën vëllezërit e Jusufit. Thotë që Ahmed Shakir ishin 10 aty. Se ne thamë domethënë në ëndra është me 11 yje. Por Benjaminin, Jakubi alayhis salam, nuk e kishte lishu. Nga Afrika, domethënë mos i ndodh diçka. Se pas Jusufit e deshte më së shumti Benjaminin. Edhe e mbante afër vetës. Atëherë ato 10 i kishte lishu që të shkojnë domethënë secili me pas kanë një deve. Edhe secila deve i jepte Jusufi alayhis salatu wassalam furnizim. Edhe përmendet këtu se secila deve i jepte e ngarkonte Jusufi alayhis salam aq sa mundeshte me mbajt deveja. Do të thonë mos me bë padrejtësi edhe deves, edhe kafshës, e mos lasim njerëzve. Edhe i njohi, kur i pa Jusufi alayhis salam të 10, i njohi me njëherë. Wa hum lahu munkirun, ata nuk e njohën. Se kishin fare haberin se ajo është Jusufi alayhis salam. Nuk u shkoi mendja domethënë se nga pusi e shitën për disa derahim ma'duda, tash që ky bëhet këtu i pari në shtet. Nuk u shkonte mendja në ëndër domethënë, nuk e imagjinojshin këtë gjë. Po ai ishte realitet. Ishte realitet që Jusufi alayhis salatu wassalam ishte domethënë në krye të asaj pozitës. Edhe këtu dje që më pyeti Florimi se sa vjet ka pas Jusufi alayhis salatu wassalam, është përmend themi se e ka përmend Ibn Kathir rahimullah se ka pas 17 vjet.
Kjo Allahu a'lam, do të thonë sa vjet ka pas kur e kanë hedhur në pus, në fillësinë e pusit, do të thonë. Mundet me qenë edhe pak, ma pak. Se nëse është 18 vjet njeriu, 18 vjet mo, e formon atë pamjen e tij që nuk ndryshon shumë mas 20 vjet, 30 vjet do shta. I ka do shenja, do më thonë që nuk ndryshon shumë. Prandaj Allahu alem ka mundësi që kur e kanë hedhë në pus ka qenë edhe maj vogël. Kur i pa Jusufi alayhi salatu wassalam, i pyetin, ku jeni ju? Nga jeni ju? Ata thanë, ne jemi nga Biladul Kenan dhe jemi fëmijët e Jakubit Nebiullah. Do thonë jemi fëmijët të Jakubit alayhi salatu wassalam. Atëherë, i pyeti do më thonë për familjen dhe i tregun se kemi edhe një vlla. E kemi një vlla. Do më thonë, Jusufi alayhi salatu wasalam ishte përmallu. Dhe thot Allahu Ta'ala, وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ. Do më thonë, realisht, do më thonë, këtu e përmend Sheikh Abdurrahman Es-Saadi, i kanë thënë ata kena qenë 12 vëllezër. Njënin është nal tash me babain ton, e tjetri u hup në shkretir. Do thonë tjetri, ai që ishte përballë tyre që shndronte. U hup, do thonë, ata mendojnë se u hup, do thonë, e shitën edhe mori fund puna e tij, se s'kena pa vite të shumta. Edhe s'kena dëgju gjë për të. Jusufi alayhi salatu wassalam u thot atynve, kur i pregaditi, do më thonë, kur i ngarkoi devet e tyne, u tha radhës tjetër, ma sjellni vllajën tuaj nga babai që e kini. Ma sjellni. Do më thonë këtë thot që Ahmed Shakir rahimullah, deshte Jusufi alayhi salatu wassalam me pa a me të vërtet e thojnë këta të vërtetën ose pretendojnë diçka vetëm, që me marrë do më thonë benefite dhe dobi. Se thonë ne jemi djem fëmijë të Jakubit alayhi salam e kështu me radhë. Prandaj u tha, ma sjellni do më thonë vllajën tuaj. Edhe po ashtu deshe do më thonë me u bashku me vllajën e tij Benjaminin radhiyallahu anhu. Edhe u thot Jusufi, e kjo është ajo fjala e madhe e imami sunetin ko Antoni Imam al-Albani, se dawa selefia është, do më thonë, edhe tesfia o tërbia po edhe ajo tërghib o tërhib, do më thonë me i nxit njerëzit, me i inkuraju njerëzit, me i motivu njerëzit, dhe në anën tjetër do më thonë edhe me i friksu. Edhe këtu Jusufi alayhi salatu wasalam atë metodë e përdor. Ala tarawna anni ufil kejla wa ana khairul munzilin. A nuk e shohni ju, do më thonë se une u avash juve në mënyrë të plot atë që e kërkuat juve. Do thonë, kjo ishte nxitje për ata që të ktheni prapë te une. Pastaj i friksoj. Fa illem ta'tuni bi, fala kejla lakum indi wala taqrabun. E nëse nuk ma sjellni vllajën tuaj te une, atëherë nuk ka për juve furnizim, e as nuk do afroj te une. Thonë njeri nxitoj, u premtoj se është do më thonë që jep furnizim me plotësim, e në anën tjetër do më thonë edhe i friksoj, po nuk e sollët, nuk ka do më thonë në një gjë e tillë, dhe i thanë ata do më thonë se qalu se nurawidu anhu abahu wa inna la fa'ilun. Do më thonë ne do mundohemi me babain e tij, me babain ton, do bisedojmë që një gjë e tillë do më thonë të realizohet. Edhe u ka thënë
وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Edhe u thot, shihet domethënë bamirësia e Jusufit alayhi salatu wasallam në kulminacion, me gjitha që ja bën e hodhën në pusë dhe padrejtësi dhe ato domethënë ofendimet që ja bën para se ta hedhin, edhe kur e çitën prej pusit thanë se është robi jon i pa dëgjueshëm, i pa ndërgjeshëm, e shitën e kështu. Megjithatë se ata sollën mall në shkëmbim, domethënë, që Jusufi alayhis salam t'u jep atyve ushqim, e këta domethënë me shkëmbim, me një vlerë tjetër. Jusufi alayhis salam u tha djelmoshave, punëtorëve që i kishte, shërbetorëve që i kishte, këtë që kanë sjell këta, t'u afusni domethënë në thaset e tyrve, pa ta vrejnë ata domethënë, se tash e kini fut, edhe ndoshta ata kur ta shohin në shtëpi, do e njohin mallin e tyre që kanë sjell njerë prej Palestinë, edhe prap e gjenë në thas, edhe domethënë që ndoshta kështu ata do kthehen prap, domethënë do jetë një nxitje. Edhe thot këtu Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah, ndoshta ka qenë kjo frika e Jusufit alayhis salam se ka menduar ndoshta ata nuk do kthehen radhës tjetër ose prap, për shkak se nuk kanë ndoshta mall për shkëmbim. Edhe kjo duhet pengesa që ata mos të vinë prap. Prandaj u ka dhënë që kjo pengesa të largohet. Do të thonë mos e kanë këtë gajle, sikur ta shohin në shtëpi kur shkojnë te Jakubi alayhis salam, u del edhe mallin që e kanë pas për me shkëmby. U ka kthy Jusufi alayhis salam. Dhe ta kuptojnë se ai njeri atje është bamirës domethënë. Është bamirës domethënë ndaj tyre. Mjaftojmë me kaq inshallah. Edhe do vazhdojmë nesër këtu ku jemi ndal. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin wa iyyakum.